Një zhvillim i ri është shënuar në hetimet për vrasjen e Ilir Gjinit. Ngjarja e ndodhur mbrëmjen e 9 korrikut në lagjen Erdogan në qytetin e Laçit. Gjatë kontrolleve të imtësishme në zonën e krimit, policia ka gjetur një armë të 2 zjarre, e cila dyshohet se mund të ketë lidhje me ngjarjen. Sipas burimeve hetimore, arma, një revolver, u zbulua pas veprimeve të grupit hetimor dhe informacioneve të marra nga personat e shoqëruar në polici. Ai është sekuestruar dhe është dërguar për ekspertizë balistike, e cila do të përcaktojë nëse është përdorur gjatë ekzekutimit, kujt i përket dhe nëse në vendin e ngjarjes ka pasur shkëmbim zjarri. Hetuesit po punojnë mbi pistën se në momentin e vrasjes nuk kanë qenë të pranishëm vetëm viktima dhe autori dyshuar, por edhe persona të tjerë që mund të kenë marrë pjesë ose të kenë asistuar në konflikt. Për ekzekutimin e Ilir Gjinit, vijojnë të jenë në kërkim Emiliana Suti, e cila dyshohet se ka qelluar 7 herë në drejtim të viktimës. Sipas hetimeve paraprake, 2 prej plumbave kanë prekur organet jetësore duke i shkaktuar vdekjen. Burimet pranë grupit hetimor bën me dije se viktima dhe autori dyshuar ishin fqinj dhe të dy njiheshin nga autoritetet me precedent penal. Një nga pistat kryesore të hetimit lidhet me një konflikt të mëparshëm mes tyre, i cili dyshohet se ka nisur jashtë territorit shqiptar dhe mund të ketë lidhje me veprimtari kriminale. Emilian Suti rezulton me një të kaluar të pasur kriminale. Ai është dënuar më herët për kanosje për shkak të detyrës dhe armbajtje pa leje, ndërsa është arrestuar edhe në Belgjik për vjedhje. Rreth 15 vite më parë, ai shpëtoi një atentati pranë komisariatit të Kurbinit, ku u qellua me armë zjarri gjatë një daljeje me leje nga burgu.